Përshëndetja Fërdita për ty dhe gjithë shikuesit e Kanal 10, pra si që paralajmërove dhe ti sot do diskutojmë me zotrin Nol Dedajn, ekspert të komunikacionit për këto aksidentet e fundit, sidomos në fundjavë ku përfunduan edhe me fatalitet, për diskutuar më shumë për faktorët se po ndodhin këto aksidente dhe cilat duhet jenë hapat emergjent për të evituar këto aksidente. Këtu pranë vetës, pra kam zotrin Dedaj. Zotrin Dedaj, falenderoj shumë për kohën. Faleminderit edhe për jush. Në fundjavë patëm një ditë këpshme, 2 ditë këpshme, pra humbje jete në aksidente trafiku. Si sheh këto aksidente dhe cilët mund të jenë faktorët kryesorë që po ndodhin këto? Sigurisht se mbarimin e javës ka ndodhur aksidente fatkeqësisht, edhe kim pasur që këtu ka ndodhur për shkak të faktorit rrugë. Pra kemi të bëjmë me elementet e faktorit rrugë, të cilat edhe pushteti, jo vetëm kjo, po gjithë pushtetet tjera të cilë kanë ardhur një ka një, nuk e kanë pas kujdesin e shtumim ndaj këtyre elementeve të cilat po na sjellin edhe fatalitet në rrugë. Është përmendur vazhdimisht, po flas aksidenti në autostradën Imre Mrugova, ku dheu ka rëshitur për një periudhë shumë gjatë. Pra, kush mund të jetë fajtor që ai dheu nuk është larguar dhe më pas ka ardhur një aksident me fatalitet? Është shumë e qartë se kush e bën menaxhimin edhe ka